orën 12 është përmbyllur procesi i rinumërimit të gjitha vendvotimeve, 185 për të cilat ka marrë vendim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rinumërohen. Të dhëna nga ky proces i rinumërimit janë përditësuar në platformën e KSZ-s për rezultate. Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por siç e kemi shpjeguar edhe më herët, duhet të presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit nga dita e fundit në QNR, e cila para shpalljes së rezultateve, si zakonisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkoj konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim. Gjithashtu ju njoftoj se për procesin e rinumërimit, Qendra e numërimit dhe rezultateve do të përgatisë një raport të detajuar lidhur me gjetjet për secilin vendvotim, sepse siç dihet qëllimi i rinumërimit është pikërisht që të sigurohemi se procesi i numërimit të fletvotimeve në qendrat komunale të numërimit është zhvilluar me saktësi ashtu siç është vullneti i votuesve në fletet e votimit. Të gjitha aktivitetet e qendrës së numërimit dhe rezultateve, por edhe aktivitetet tjera në qendrat komunale të numërimit janë transparente, kjo do të thotë që mund të vrehen vazhdimisht gjetjet në tavolina numërimi nga ana e qoftë mediave apo edhe vëzhguesve që janë të pranishëm qoftë në qendrën e numërimit dhe rezultateve apo në qendrat komunale të numërimit. Këto gjetje që ju edhe mund t'i vreni gjatë kohës sa bëni vëzhgimin tuaj, natyrisht se do të evidentohen në raportin i cili do të përgatitet nga qendra e numërimit dhe rezultateve. Ky raport do të jetë i detajuar për secilin vendvotim me gjetjet e evidentuara gjatë këtyre 2 ditëve sa zhvilluar procesi i rinumërimit. I njëjti do t'i dërgohet anëtarëve të KSZ-s për shqyrtim dhe natyrisht edhe për vendimarrje. Të gjitha ato çështjet të cilat janë vërejtur gjatë këtij procesi të rinumërimit, të në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nëse ka pasur dyshime për ndonjë keqpërdorim, atëherë zyrtarët e KSZ-s kanë njoftuar organet kompetente për ndërmarrë masat e tyre